jemi të shqetësuar, shumë më të shqetësuar se sa para 4 vjetësh, kur patëm misionin e parë, në atë kohë kishim një farë lloj shpresë të përmirësimit. Mbas 4 vjetësh nuk po shohim ndonjë përmirësim, përkundrazi, kisha me thonë, gjithmonë e nisim misionin të i taku gazetarët s'pari, edhe patëm një takim shumë intensiv edhe të frytshëm, kisha me thonë, për misionin tonë me 50 gazetarë nga të gjitha anët, tu përfshi edhe gazetarët serbisht folës që janë këtu në Kosovë, mandej takim me 24 redaktor dhe botus, dhe ishte e mahnitshme me pasë si të gjitha ta po në ankoheshin për klimën mediatike me të cilën përbalen, thjesht pse bëjmë punën e tyne, edhe që është klimë shumë anëmitësore kundrejt gazetarëve, që akuzohen madje se janë argat të Serbisë, tradhtar, edhe ka një klimë shumë negative dhe anëmitësore ndaj tyne, dhe kjo është një prej gjanave kryesore që e diskutum mandej me kryeministrin e takom dje, 2 orë bisedum me të, kryeministrin edhe një pjesë të ekipit të tij, të zyrës së tij, dhe prej pikpamjes time, ndoshta më shqetësuesja si konkluz e këtij takimi me të ishte fakti që kryeministri s'po e njeh fare se ka parasysh fare këtë klimë anëmitësore kundrejt gazetarëve, përkundrazi e mundohej me arsyetu. Nëse gazetarët sulmohen, atëherë ndoshta është për shkak se ndonjëherë politikanët po ashtu sulmohen. Pra arsyetonte në një farë mënyrë, justifikonte këtë lloj qëndrimi dhe qartazi refuzoi me e ndëshku, sepse i kërkum me e ndëshku çfarë do lloj qëndrimi negativ publik kundrejt gazetarëve, me dalë me dënu, dhe ai refuzoi me bë këtë, dhe për mua ky është një prej gjetjeve më shqetësuese të këtij takimi. Dhe pse po e them këtë? Sepse këtë e shoh si një farë lloj mungese totale të vullnetit politik për me përmirësu situatën. Disa herë i kërkum propozimin e tij për me përmirësu situatën, dhe asgjë nuk na dha si opsion nga ana e tij, përkundër deklaratës zyrtare që e tha mbas takimit, kur tha që është i gatshëm me bashkëpunu me ne edhe me i shqyrtu propozimet, gjatë takimit mundem ju thonë që kur farë lloj propozimi nuk doli prej tij për me përmirësu situatën. Dhe kjo nuk është pjesë e deklaratës publike nga takimi ynë, mirë po bersoj shumë fuqimisht personalisht se është situata që ka kriju, është me levërdi për qeverinë, kjo klimë e polarizume i levërdis, ku një pjesë e popullatës më nuk i beson gazetarëve hiç, nuk ka besim as pak në mediat, dhe kjo ju levërdis shumë këtyne që janë në pushtet. Kryeministri fajson Serbinë dhe oligarkët, që janë përgjegjës për gjithçka. Për çdo problem në shtet, problemi është tek këta 2 aktorë, Serbia dhe oligarkët. Dhe besoj që është një arsyetim për mos me bë kurrë për me përmirësu situatën. Prandaj po, jam shumë i shqetësuar sepse, siç u thash, nuk shoh ndonjë vullnet politik për me përmirësu situatën, e njëjta gjë që edhe Ratka do t'ju thotë më shumë për këtë, mirë po, diskutum për pozitën e dobësume të mediave publike në vend dhe se duhet fuqizu media publike pra RTK-ja, dhe në prap nuk ishte as pak mbështetës në
qëllimin tonë, por atka do t'ju thlas më shumë se nuk ishte i gatshëm as pak me ndihmur atë kanë. Prej pikpamjes time, kjo ishte më shqetësuesja dhe trendi negativ që po e shohim është vazhdim i përdorimit të një narrative shumë helmuese kundrejt gazetarëve që bëjnë pyetje legjitime që janë në interesin publik dhe quhen sikur agent të Serbisë ose argat të Serbisë dhe këto janë trende shumë negative që po i shohim dhe siç tha edhe kolegu gjatë takimit me kryeministrin i kërkuam që të bëjnë një zotim publik për me i mbyll, me dhënë fund këtyne praktikave negative dhe me dhënë një shembull për politikanët, por edhe për qytetarët që të mos i kritikojnë edhe të mos i njollosin gazetarët kështu, mirë por nuk morëm atë që do të duhej me qenë një falloj zotimi shumë themelor prej kryeministrit për me bë këtë, që ishte gjë shumë e keqe, prandaj nëse do të përmirësohet klima mediatike siç ishte në vitin 2022, atëherë duhet me përfundu çdo lloj sulmi edhe kundërvënie kundrejt gazetarëve. Ka rënje të lirisë së medias në Kosovë, pra ka përkeqësim të situatës dhe arsyet kryesore janë të shumta, mirë po ne jemi fokusuar në këto 2 ditë të misionit në 3 aspekte, të cilat besojmë që kanë ndiku që situata të përkeqësohet. E para ka të bëjë me ligjin jo kushtetues për Komisionin e Pavarur për Media, e dyta ka të bëjë me presionin politik në radio-televizionin e Kosovës dhe problemet me financimin e televizionit publik, dhe e treta ka të bëjë me sulmet verbale. Dhe pajtohemi që mediat e shërbimit publik janë shumë të rëndësishme për shoqërinë, sidomos për shoqërinë e Kosovës dhe për këtë arsye nevojitet pra një kornizë solide, stabile financiare, ne për fat të keq shohim se financimi i mediave publike pra siç po shohim edhe në grafikon prej vitit 2021, pra ka rënje kur kemi pas 19.2 milion euro për ta, tani ka ra prej asaj kohe deri në ditët e sotme në 8.9 milion euro, që nuk është as pak e mjaftueshme për një media të shërbimit publik që ka pra një shtrirje aq të madhe. Kemi ftu kryeministrin që të krijojë një komitet hisedarëve të partnerëve dhe të diskutojë me ta për mënyrën e zbatimit më të mirë të gjitha ndryshimeve legislative dhe mendojmë se në këtë komitet duhet kemi të përfaqësuar edhe shoqatën kosovare të gazetarëve, po ashtu dhe fluturën si eksperte këtu dhe organizata tjera të cilat ofrojnë ekspertizën dhe pra kjo nuk ka të bëj vetëm me gazetarët, ka të bëj me të drejtat e qytetarëve në informata të vërteta. Nga ministrat Heguran Murati dhe tash ministër Dimal Basha lidhur me mundësinë e rikriminalizimit të shpifjes. Aktualisht, nëse dikush dën me padit dikën, bazohet në ligj civil dhe si rezultat nëse dikush shpif e pagun një dëmshpërblim monetar. Dhe ky është standardi ndërkombëtar. Përpara ka qenë mundësia që të shkohet në burg për atë që e thu. Ky nuk është mos standardi ndërkombëtar sipas Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit dhe doshta mendoa me publikun që na gëzoi shumë fakti që kryeministri personalisht u përkushtu që shpifja nuk do të rikriminalizohet, pra do të mbet e rregulluar ashtu siç është me ligj civil dhe se qeveria e Kosovës nën udhëheqjen e lëvizjes vendosje nuk ka ndonjë plan që të rikthejë shpifjen si vepër penale dhe këtë sigurisht që do ta evidentojmë në raport si aspekt pozitiv.